nga ana e bashkisë, sot e kësaj dite vazhdojnë edhe na sillen materiale që vinë Këshillin Bashkiak, pastaj për të trajtuar në mbledhjen plenare të Këshillit, jashtë afatit ligjor që është 5 liç. Natyrisht, kuptojmë ngarkesën që mund të ketë edhe ana bashkisë dhe mirë kuptojmë në detyrën e tyre, por nga ana tjetër nuk na kushton asgjë që materialet të cilat nuk arrin të kapin afatin e duhur, të spostohen për mbledhjen tjetër. Kësaj radhe kishte shumë materiale të cilat ishin sensitive, ishin materiale në dobi të komunitetit dhe patët atë pjesën e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit tonë. Por nga ana tjetër nuk mund të vazhdojmë kështu. Unë do propozoja që të bëjmë një ndryshim në rregulloren e Këshillit Bashkiak. Të mbledhjen muaj. Jo, mbledhja nuk mund ta ndryshojmë sepse ajo është ligjore, po do kërkoja që mbledhja e kryesisë, kryetarëve të grupeve, të jetë një mbledhje ku të merret vendim, pra mos jetë thjesht një organ këshillues dhe informues. Kjo mbledhje të jetë një mbledhje vendimarrëse. Nëse do themi që këto mbledhje nuk do futen këto materiale sepse janë jashtë afatit ligjor, ne vetë respektojmë. Je shumë i qartë, do ndryshohet rregulloria, ashtu do mbledhje materiale. Këtu kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë kolegëve, gjithashtu dhe stafit bashkisë. Faleminderit. Çfarë janë çështje për ndërtim, ndihmë ekonomike, përmbytje që kanë lidhje direkt me komunitetin, me vërtet është për të tërhequr vëmendje administratës që të marrin punën më përpara, por çfarë janë çështje që kanë lidhje direkt me komunitetin, unë do votoj pro edhe sikur të vinë minutë fundit. Vetëm se dua diçka. Ne i paraqitni çfarë janë çështjet e rindërtimit, personat edhe me një dosje, ka mundësi t'i shohim edhe vetë ato dokumentat që janë në dosje, që mos kemi pastaj probleme më mbrapa.